Nikolazioni nga Akademia Ada sot kampion me Vllaznin U16. Besoj që përjetuar shumë emocione. Një emocion i papërshkrueshëm, është gjithmonë një njësi e mrekullueshme për mua është shpall kampion, sidomos me një ekip që ka një emër kaq të madh. Dhe jam mirënjohës për ton stafin e Vllaznisë, si gjithashtu edhe të Adës, duke përfshirë prof Besnik Ndojnë, që ka qenë një shtysë shumë e madhe në jetën tënde, në jetën e sportit dhe gjithashtu edhe në jetën e përditshme. Çfarë do të veçoni nga ky sezon? Nga ky sezon besoj që gjithë ekipi është përkushtuar shumë dhe ka dhënë maksimumin dhe gjithashtu përkushtimi nga stafi i Vllaznisë ka qenë i palimentueshëm, do të thonë ata janë përkushtuar në maksimum për ne dhe kanë dhënë gjithçka që kanë mujtë që me arrit në ai këtë ditë. Një pikë e fortë në mbrojtje, por shpesh herë edhe golen shënues fal shtatëlarësisë tuaj. Po, atëherë shtatëlarësia ma ka falur Zoti vetë dhe them që më ka ndihmuar edhe shumë në shumë aspekte, si gjithashtu jo vetëm në anën e golave, po edhe në lojën në përgjithësi. Pas kolegut tuaj Xheka dhe ju Gjoni vini nga Veliboja, Po. Çka tregon se Veliboja ka traditë në sportin e futbollit. Po, Veliboja është e njoftën, ka shumë talent të ndryshëm si në grup mosha të ndryshme si U16, U15, edhe më lart U17, U19, që kanë tregu vetin fushë dhe kanë dalë të papërshkueshëm. Se do thotë që në të ardhmen mund të kontriboni për ta rikthyer Adën e Velibojës në nivelet e larta siç ka qenë më herët. Dëshira nuk mungon kurrë, por mundësia dhe pastaj edhe lojtarë që synojnë me u largu nga fshatrat edhe kështu, por që Veliboja ka me të vërtetë një të ardhme. Gjori, dedikimi juaj për këtë sukses të sotëm. Dedikimi shkon për familjen, sidomos për baban tem që fatkeqësisht ka ndruar jetë dhe jam shumë mirënjohës për krahjen që ai ka nga lart dhe e falenderoj shumë për gjithçka që ka bërë për mua. Sukses e falenderoj.